E caktuam takimin dhe po përpiqemi vazhdimisht të shmangim zgjedhjet e reja. Po përpiqemi njëkohësisht që brenda këtyre diskutimeve të përfaqësojmë bindjet tona që duhet t'i kuptoni se janë të njëjta. Prandaj dhe duhet kohë, duhet përpjekje, edhe mbi gjitha po përpiqemi që gjithë ata që i përfaqësojmë ne, deputetët e kuvendit, t'i mbajmë rreth një zgjidhje të përbashkët. Këto tri procese nuk janë të lehta. Dhe me qenë se janë të lehta, përderisa përpiqemi, pra takohemi, mbesim të vetmit që duam të shmangim zgjedhjet e reja. Gjithë ata që na kritikojnë, se kuptojnë se po takohemi, e çfarë qëllimi kemi, mendoj se na kërkojnë të shkojmë zgjedhje të reja edhe një herë. Shkurja në zgjedhje edhe një herë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme është dëmi më i madh që bëhet Republikës Kosovës, është pafësi totale e klasës politike. Prandaj po përpiqemi, do të përpiqemi, do të jemi në takime të vazhdueshme, për atë sa mundemi, dhe kur s'mundemi, do të dalim publikisht themi se s'kemi marrëveshje sepse bindjet tona ose qëndrimet tona nuk përputhen në një pikë të caktuar. Në këtë fazë, sa më shpesh të takohemi, më e mundshme është zgjidhja. Dhe po takimet po janë të mira në aspektin e diskutimeve, ka shumë afrime në shumë çështje, por ende kemi distancë në çështjen kryesore, që është balanca demokratike.